Shërbimet e patrullës së përgjithshme të Komisariatit të Policisë Fier me mbështetjen dhe të forcës së posaçme Shqiponja pas ditën e djeshme në lagjen Apollonia kanë ndaluar për kontroll automjetin tip Audi me të cilin qarkullonin dy shtetas pas informacioneve të marra në rrugë policore se me një automjet tip Audi lëviznin shtetas të armatosur. Në momentin e ndërhyrjes së policisë, drejtuesi i automjetit dhe pasagjerja kanë tentuar të largohen, por janë kapur menjëherë nga shërbimet e policisë. Gjatë kontrollit në çantën e drejtuesit të automjetit u gjet një armë zjarri pistolet me municion luftarak. Arma e zjarrit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin dhe 2 aparat celular. Në vijim të veprimeve për rastin nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier, u arrestua në flagrancë shtetasi Gëna alias GS, 40 vjeç, banues në fshatin Sulej, për veprat penale mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik, dhe shtetasja AP, 31 vjeçe, banues në fshatin Portës, për veprat penale, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.